falja e namazeve fakultative. Angazhimi për të bërë namaz fakultativ për besimtarin ka rëndësi. Për shkak se është një mjet me cilin fiton dashurinë e Allahut te bareke ve teala. Besimtari i cili kryen obligimet e kërkuar prej tij, fal namazet farze, kur të fal namazet fakultative, namazet vullnetare, atëherë ai me këtë shpreh gatishmërinë e tij për të qenë sa më afër Allahut te bareke ve teala. Gatishmëri e cila i shpaguhet. Është një angazhim, një mund i cili shpaguhet atij. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith kutsi në të cilin e citon Allahun te bareke ve teala të këtë thënë: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dhe robi im vazhdon të afrohet tek unë me namaze vullnetare, me angazhime vullnetare, derisa unë edhe ta dua. Pra, njeriu duke bërë këto vepra, duke kryer këto namaze, duke lutur Allahun te bareke ve teala, ai arrin që ta fitojë dashurinë e tij.